deputet, besoj që duhet e njëjtë jetë edhe për presidentin. Pyetja logjike është sistem tipik parlamentar. Pse me shku? Njerëzit votojnë për kuvendin e Kosovës. Edhe për qeverinë, mirë për presidentin do thotë këtë situatë. Që sqarohet situata duhet unë mendoj që një gjykim i ri i gjykatës kushtetuese apo zgjidhja tjetër që mund të bëhet, mirë po jo më njëherë që ne të kemi faktikisht një president të cilin populli do ta zgjedhë. Kutinë e votimeve ta zgjedhim dhe kjo lesisht mund të ndodhë. Mirë po kjo si ide ka qenë shumë mate. Mirë po gjithë kanë thonë që e përkrojnë këtë ide që të kemi president nga populli i zgjedhur, po asnjë nuk e ka bë. Për shkak se duhet që lakmia për karrika shumë e madhe. Do thotë lakmia po i ngjet ata si me magnet dhe nuk po dojnë të alshojnë pozitat e tyre që i kanë. Që sipas me është tepër e ran kuptimin që duhet me dash fillimisht shtetin, qytetarët e Republikës Kosovës, sepse karrikën sot e ki, nesër nuk e ki. Mirë po këto mban men dhe pa marrë parasysh që qytetarët e Kosovës, ata që ne faktikisht që votojmë, ne çdo ndryshim duhet ta bëjmë përmes votës së lirë, sepse dikush me pas pushtet apo mos me pas, dikush me qenë deputet apo mos me qenë, dikush me qenë kryeministër apo mos me qenë, dikush me qenë president apo jo, ditët e sotme i bëjmë vetëm përmes votës, jo përmes deklarimeve që dikush e meriton për arsye çfarë do të thuhen, e dikush nuk e meriton për çfarë do arsye që thuhen. Besoj që duhet kemi një ndryshim edhe të normave kushtetuese apo interpretim eventual që kushtetuta nuk është e menuar si bllokuese, por po e bllokojnë këta që po interpretojnë bazë të asaj qefit që e kanë ata, apo bazë të asaj që me qenë bashkë me kushtetues, ky rang kushtetues, kuj nuk po i bie tamam në sytë tuaj. Opozitës apo kurtit? Po varësisht kush është pushtet. Se ta akuzojnë ranin kushtetutën. Po. Se ajo nga aty burojnë problemet, duket që pa vend. Po prapë them që pa marrë parasysh që i keni në televizionin e juaj, janë media thujase shpesh, edhe ish kryetari i gjykatës kushtetuese, nën kryetari, gjyqtar, ata që e njohin kushtetutën shumë mirë. Do thotë interpretimet e tyre gjithmonë janë të kundërta njëri me tjetrin. Por besoj që duhet të jetë një interpretim, i cili duhet të jetë interpretim që mos kemi bllokada të tilla. Duhet të jetë e shkruar shumë mënyrë koncize, shumë mënyrë direkte dhe jo me lënë dy kuptimsi. Pse? Për shembull kemi pas zoti Dehari që është kryesuesi i përkohshëm i Parlamentit Republikës Kosovës që disa herë ka thonë, sepse dhe kështu është e vërteta, që po është në kundërshtim, paga shumë pe parafrazoj, edhe me faktikisht me dokumentacionin apo themi me rregullorin e punës së parlamentit, mirë po nuk ka pasoja. Edhe do thotë nuk ka pasoja që nuk po caktohet seanca konstituive. Mirë po ideja duket e mirë për shkak se ideja është që të kemi institucione. Për këtë arsye do të kemi një periudhë kohore që mendohet që është në të mirë të formimit të institucioneve që nuk po caktohen këto seanca. Dhe po e thotë që derisa ne nuk kemi një marrëveshje, nuk është arsye për me caktuar seancat konstituive, sepse në momentin që caktohet kjo seancë, atëherë i kemi ditë e numëruara, që besoj që nuk ka nevojë me prit shumë, do ta kemi qeverinë Kurti 4. Mirë, po në këtë rast nuk ka kurfar efekti, sepse po e dim që brenda 60 ditëve prej themelimit apo prej formimit parlamentit të ri të Kosovës, brenda 60 ditëve duhet kemi president. E këtyre nëse vazhdojnë kështu, mjavlon edhe 6 muaj nuk vinë deri te formula magjike e presidentit, sepse po shihet që është çështje e inateve. Unë mendoj që partitë opozitare e kanë gabim, po mendojnë që duke e shty shtetin, duke shty faktikisht që deputet të jenë në gjendje që mos ta kemi parlamentin e ri, apo që ta kemi sa më shpejt që është e mundshme, që pastaj do të shkojmë në zgjedhje të parakohshme 100% dhe që ndoshta nuk do të përputhen zgjedhjet e ardhshme me atë çfarë ata mendojnë që zoti Kurti po kërkon apo po mendon që të kemi zgjedhje të parakohshme kur I kemi mërgëmtarë këtu. Unë mendoj që asnjëri normal, e lema deputet, nuk duhet të ketë kundër mërgëmtarëve, sepse ata na kanë bërë gjallë edhe para lufte, edhe gjatë lufte dhe pas luftës. Është do thotë dikuj lakmia për me marrë miliarda euro që I binë mërgëmtarët tonë ko ka mirë. Mirë po ka dhe të tillë deputet që thonë ata për mërgëmtarët tonë nuk kanë drejt me votu hiç dhe pse me votu ata. Po ta kishin një mend vullnetin politik, duke filluar nga partia Kurd dhe të tjera, sipas përgjegjësisë që kanë,
ndoshta do të evitonin në zgjedhjet e 7 qershorit, sepse tema presidentit ishte aty, apo jo, Gashi. Për këtë arsye do bo. Elefanti ishte brenda dhomës aty. Por për këtë arsye kemi pas zgjedhjet e parakohshme, të përsëritura. Shini protesta nga shtatori e tutje, një mobilizim të opozitës? Protestat kur do që janë për kauzat të drejta. Nga zoti Daut Haradinaj, dhe vetë zoti Hamza dhe nga PDK, po thonë që... Pa ta mujnë me bë protestat çdo ditë. Protestat janë demokratike, do të mirë, po unë nuk di çfarë kauze kanë. Çfarë protesta mundesh me pas, që me pas një efekt, kur ti thjesht po identifikohesh si bllokues nga ata që po dalin votime. Do të thotë protestat çka kanë me kërku? Shkarkimin e zotit Kurti? Çfarë arsye ka? Po ti zotin Kurti mundesh me shkarku vetëm në mënyrë, me vota. Po ne jam marrë pushtetin lëvizjes vetëvendosje, sepse jemi demokraci. Na nuk mujna me protesta, sepse kur nuk ka ndodhur, besoj që kur nuk ka me ndodhur, që me protesta, do thotë qoftë çfarë do që janë, me ndryshu pushtetin, me ndryshu qeverin, apo me heq dikon prej pushtetit kuptimin presidentit apo kushdo që jetë. A ka me pas, gjithmonë ka me pas të paknaqën. Qoftë kush është presidenti i Kosovës, qoftë kush është kryeministri i Kosovës, kush është kryeparlamentari i Kosovës. Gjithmonë ka me pas paknaqën, sepse kjo është demokracia. Demokracia nuk është që dikush mundet me keq kuptu. Demokracia është luftë për vota. Ai që ka vota ma tepër, ai ka pushtetin. Dhe vetmja mënyrë është, do thotë, që me heq diken prej pushtetit me vota. Për me pas vota për me heq diken prej pushtetit, duhet mi bind qytetarët e Republikës Kosovës që e keni kauzë më të mirë, këtë rase, lëvizja vetëvendosje këta nuk e kanë.